pse si bën filtra, sepse Vio, që është pranoi të dalë këtu me mua, në një ambient palestre, që është edhe i veti, po, si që zgjidh ajo fantastike, mënyrat e gjërat, duhet t'i them live, se më tha, ç'të do themi? Duhet t'i them live që e kam shpëtim jete. Do me thonë, shpëtim jete real. Dhe nuk e di do me thonë. E nëse ka një luks që nuk heq dorë, jam e syze këtu prene, ti heq Vio. Ja, ti jemi kështu, original. Edhe se kështu duhet. Nëse kam një shpëtim jete që ka një vit e pak që më ka ndryshuar çdo gjë, kur kaloj kriza, kur kaloj momentet vështira, kur kaloj gjithçka që është e rënd, jo në kuptimin se mirë jemi, shkëlqyeri, e rënd për të përballuar njëkohësisht, kam fatin të kem Vion. Unë veti bëj ushtrimet. Po s'do i bëja vetë në rast se nuk do e kisha këtë zonjën që është një masterpiece, i them maestro gjithmonë. Faleminderit. Thanks a lot. Më tha, pse nuk tregon se si e vesh pasi del nga palestra, jam vesh kështu, edhe mund ta tregojmë në rast se kjo gjëja kthehet Vio, po. Ja, e kthehet këtu. Dhe vdes kur nuk di asgjë nga këto teknologjitë se më mungon ajo goca ime. Kemi ardhur për gjysmë plazh, jemi në Qerret, le ta themi këtë. Boll kemi lënë shumë gjëra pa thënë dhe i kemi përshtat vetes këtë cilësinë e jetës që është më e mirë se çdo luks tjetër. Thanks for you. Faleminderit dhe ti, është ide për mua që të trajnoj ty dhe është ëndra besoj të gjithë. Unë kam, sa qohem me ëndrat këqija, di që duhet vi këtu që të kaloj gjithë momentet e këqija. Thank you too. Guys, kaq kam për sot. Kisha vendosur që të bëja një mesazh tjetër të tipit motivational. Në fakt, edhe unë dua të motivohem, edhe ky është e vetmja gjë që nuk kam për të hequr dorë deri ditën që shëndetit ma lejoj, edhe që besoj do ma lejoj sepse kam këtë maestron që më ka bërë më mirë. Mendërisht, fizikisht edhe në gjithë motivation që më duhet, sepse që t'japim duhet marrim në gjë. Kështu që unë marr këtu edhe jap atij ku mundem, së paku. Është super diell, ne nisëm kështu, unë vivon përgjithsisht, po Vio është një gjë që më fal her pas here. Okej. Dhe jemi për